Berisha në emision dhe që nuk me lejoni që ti uroj një mirëseardhje dhe hoqës tonë pra të ndëruar radhë të diqës. Assalamu alaikum, hoqë ndëruar mirëseve. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mirë se ju gjejmë dhe njëherë në Radio Jeta Islame.com me qendër në Londër. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala që na mundsoi të bëjmë këtë lidhje përmes valëve të internetit. Shpresojmë tek Allahu që në të ardhmen pse jo na mundsoi Allahu ta zgjerojmë këtë radio edhe më shumë edhe në valët lokale pse jo. Përmes valëve të internetit ku na dëgjojnë mbar dunjaja, krejt bota kështu po themi. Edhe lutim Allahun që të na jap bereqetet e tij, mirësitë e tij të panumërta. Po hi direkt në temën që po e tregoj, po e shpalosi pra sot çfarë teme do të trajtojmë. Tema e sotme që do të trajtojmë titullohet Bujaria dhe humanizmi në Islam. Është një temë mjaft interesante sepse kollaj është me i thonë njeri veti musliman në majet gjuhës, por do të me pas edhe vepra. Edhe kur është fjala tek vepra, është se duhet njeriu pra t'jap edhe ma të dhimbshmen për Zotin xhaleshanuhu, qoftë edhe shpirtin. Nuk po flasim vetëm në anën materiale, sepse ky Islam duhet përhapet disi. Pra nuk përhapet thjesht me fjalë, pra. Por edhe fjalë duhet me kanë fjalë të zgjedhura, fjalë të mira. Zotën edhe ligjëratën e kaluar që ishte pra fuqia e fjalës mirë islame, duhet këto fjalë me kanë të fuqishme që me na shtin neve me kanë edhe në praktik musliman. Pra të vërtet, kejfe të punët muslimin, pra si të bëhemi musliman, si të jemi tamam musliman. Ka qenë një farë libri, një farë kohë, shumë vite u banë që i kom lexuar atë libër, si të bëhesh një musliman. Dhe nuk është çast kollaj me i thonë veti njëri musliman, pra se kur vjen puna për xhihad me mbrojt familjen tënde, vatanin, adheun, gjitha këto, pra njeriu sprovohet. Andaj, pra kjo është ligjërata jonë e sotme. Allah ju shpërblet, o të ndëruar, pasi me zgjedhur një temë bukur të mirë, dhe një temë e tanë, pra ato të shpërblet. Me herët tatë se kjo me herët tatë se do të jemi falendërues te Allah që na mundsoi të bëjmë këtë lidhje, që të ndjohemi anën banë botës. Shpresoj tek Allah që kjo radio pra të shpërndahet në gjitha kandet e botës vetëm për hir të asaj që po bart me vete një mesazh të Islamit, po bën davetin dhe vetëm për këtë arsye them domun inshallah kjo radio bëhet sebeb që shumë njerëz anë kanë botës të udhëzohen nëpërmjet ndëgjimit të kësaj radio, vetëm për shkak të davetit e jo që kjo radio është e jona apo e dikujt tjetër apo kushdo qoftë, sepse në vërtet emri nuk ka shumë me rëndësi, por çka ka me rëndësi është se çfarë mesazhi po bart ai emër. Dhe kjo radio, pra Radio Jeta Islame, i mundsot kësaj radios që nëpërmjet ligjëruesve si që jeni edhe ju vetë, pra hoqë ndëruar Arbër Berisha, i mundsot kësaj radios që të bëj punën e vetë, davetin e vetë, dhe kështu që në fund të fundit të marrëm një shpërblim nga unë Allah Gjellëshanu. Amin, amin. Allahu na mundsoft që këto fjalë që ju i thatë të jenë të kuptueshme edhe nga ona jonë, por edhe nga ona dëgjuesve, se siç e thënë ti vetë, pra s'ka rëndësi se çfarë emri posedon radioja, me rëndësi ka puna që bën kjo radio për thirrjen islame. Pra unë shpeshherë kam thënë se unë kam ligjëruar në disa radio, domethënë edhe është domethënë e ndjej një lloj përgjegjësie para Zotit xhaleshanuhu kur dal para shumë radiove, para shumë kam qenë edhe nëpër televizion i ftuar në Klan Kosovë, në shumë televizione, në debate të ndryshme,
nisë, kam qenë edhe në shumë debate prezent, por edhe në radio islame, jo islame, por kur kam pas rubrikën teme, kur kam pas emisionin tim, në atë emision ka pas Kur'an dhe Sunet. Pra pa marrë parasysh si në radio. Le që kjo radio juaj që është një radio komplet islame, por edhe ka insinuata shkencore shumë të mira, ka shkrime, ka gjëra të bukura dhe lutim Allahun që kjo radio pra të pasurohet edhe më shumë, se tash po afron edhe muaji i shenjtë i Ramazanit, ndoshta e zgjata pak, ndoshta ka dobi edhe nga këto bashkëbisedime që po i bëjmë na, ndoshta dikush na dëgjon drejt për drejt edhe pse jo, është i mirë se ardhën të na bashkangjitet neve si ekip i kësaj radio, sepse edhe unë po ndjej veten si një pjesëtar i kësaj radio, kësaj stafi, edhe pse ndoshta nuk jam non stop i angazhuar, por nga një herë në javë, por po ndjej veten si një antar i kësaj bashkësie që lufton për hapjen e fjalës së Allahut, sepse na mëson pejgamberi alayhis salatu wassalam që kush lufton që fjala e Zotit jetë më e larta, është në rrugën e Zotit madhnuar. Dhe na lutim Allahun që të na drejton pikërisht në rrugën e duhur, pra në siratal mustaqim. Dhe po, ke të drejtë ta ndihesh vetë, ashtu edhe nuk më merr mendja që mos ta ndihesh veten si pjesë e kësaj, për shkak se pavarësisht sa është sa mund ta konsiderojsh pra ti kontributin tënd, kjo është prapë një kontribut edhe kontribut i madh. Pavarësisht se është ndoshta vetëm një herë në javë, mirë po është një kontribut, sepse është davet edhe dikush mëson diçka nga fjala juaj, nga ligjërimet e juaja, edhe pse nuk janë të lehta, ndoshta të ligjërosh në një orë apo një orë gjysmë nga një herë si ka ndodhur që të zgjat programi. Mirë po, kjo është edhe po lidhet ndoshta kontributi juaj edhe me temën që keni zgjedhur sonte, për shkak se është në lidhje me bujarinë e personit dhe humanitetin e personit që sa është i gatshëm ai person të kontribuojë. Sigurisht. Për dinën e Allahut. Sigurisht pra. Nuk është e thjesht të thuash besova, pastaj mos të vazhdosh në atë besimin tënd. E fjala besim është dhe staqim, pra me qëndru në atë besimin tënd, me qëndru dhe me luftu. Pra ky është një lloj xhihadi. Sepse në këtë radio mund të hyjë edhe një qafer apo një dhujtar, apo mund të hyjë dikush, një kalimtar i rastit ta dëgjoj këtë radio, sepse kjo radio është online internet, do thotë edhe mund të hyjë edhe dikush që domethënë se edhe tek libri që keni bërë se bep ju me botu, për shembull, ka pas rastin me marrë ndoshta në një dhujtar me kqyr radion aty, me pa website-in, ose në një i pa informuar me islamin ndonjëherë, ose në një i pa dishëm është fjala. Prandaj duhet mundohemi ligjëratat tona që ta mojmë ligjërat universale, do thotë si ta them unë, universale që të jetë e kuptueshme edhe për një audiencë që nuk ka njohuri për islamin, edhe për një audiencë që ka njohuri për islamin, edhe për një audiencë që është akademike, por edhe për një audiencë që është ndoshta e nivelit ult apo mesatar apo e shkallës lartë, pa marrë parasysh, sepse Allahu i ka ngrit disa mbi disa. Pra nuk janë njerëzit e njëjtë. Nuk janë as me dije të njëjtë, nuk janë as me buxhet, me financa nuk janë të njëjtë. Por kur vjen një qëllim, janë të gjithë njëjtë. Kur vjen puna tek devotshmëria. Pra të gjithë jemi të njëjtë për Allahu xhaleshanu. Pa marrë parasysh, a është ai biznesmen? Pa marrë parasysh ky tjetri është i dishëm. Por normal Allahu thotë ne i graduam disa mbi disa. Nuk janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë. Nuk është e barabartë dita me natën. Pra Allahu jep gjithkujna, ja jep kush mundohet. Kush flen gjumë, atëherë nuk ka. Do thotë pse s'ka? Pse se ti ke flen gjumë? Nuk është njëjtë sikur ata që luftuan thotë Allahu në Kur'an, me ata që nejten. Prandaj shpesh herë unë zemrohem, unë në për rasti zemrohem kur dëgjoj disa këtu nga populli i Kosovës apo nga Shqipëria apo nga vende të ndryshme, kur i shohin luftëtarët e UÇK-s, për shembull, të marrim shembull. Kur dihet se ka pas mesin e tyre besimtar pesë vakli, kanë dhënë jetën e tyre për Islam.
kanë dhënë edhe gjën më shtrenjtë, pra që u ka dhënë Allahu jetën. Edhe ti shosh ata, edhe tush ata janë vakabonda, është turp. Pra është turp pranesh. Pse? Se nuk është i njëjtë ai që ka ikë në Australi, ka ikë nëpër Zvicër, nëpër Londër, shef nëpër skuta, edhe ka lënë Kosovën, e nuk është njëjtë sikur ai që ka luftuar për hir të Allahut me mbrojt pasuninë e tij, familjen e tij, nderin e tij, vatanin e tij. Pra, nuk janë të njëjtë Allah, nuk mundna me i bërë të njëjtë, edhe nëse dom na me i bërë sa. Unë ngrita një temë ndoshta pak nxehtë, po inshallah në tartën pse jo trajtojmë edhe temën tjetër. Besoj se këto do të jenë të mirë pritura ndoshta edhe nga ana e dëgjuesve, për shkak se janë profitabile në një aspekt, jo në aspektin financiar profitabile, po do të jenë edhe në aspektin e moralit edhe të ngritjes shpirtërore në këtë aspekt. Kur jemi tek sa i kështë duke të folën lidhje me se si Allah Gjereshanu i ka dallu disa, i ka gradu disa mbi të tjerët, kështu ka bërë dallime në mes njerëzve, dikujt ka dhënë më shumë pasturi, dikujt më pak, dikujt më shumë dituri, dikujt më pak, dikujt i ka dhënë më shumë grad, dikujt më pak. Vetëm mund të imagjinoj se sa në dëm tonin do të shkon tek kjo sikur gjithë të ishin barabartë. Po sigurisht. Për shembull, të gjithë me të njëjtën aftësi, të gjithë me të njëjtin dituri. Mund të imagjinosh për shembull vetëm 5 gishtat e dorës, sikur ta të ishin barabartë të gjithë. Si do të kishte mundësi të funksionojë kjo dorë. E vërtet. Është më rëndësishme edhe njëri që ta kuptoj se ku është ai vendi i tij. Edhe ta se ku është veten, ku e gjen veten. Edhe në vërtet në asë një vend nuk mund të gjej veten njeriu më mirë se sa në Islam. Absolutisht e vërtet. Sepse Islam është në atë aspekt jo ideologji, por më shumë si diçka që i ofron vetë njerëzimit që tjerat nuk mund t'i ofrojnë. Për shembull, ku mund ta gjenë njeriu vetëm jashtë Islamit, kur për shembull Islami është vetëm një gjë, vetëm një fe, vetëm një ndoshta po mund të them ndoshta ideologji, por me një fjalë të tjetër pak më afër saj, që ta gjen vetëm ku të kontriboj. Ka në çdo aspekt Islami ka të kanonin e vet ku ofron lidhje me botën. Me botën ashme, ofron me lidhje me këtë botë. Dhe kështu që njeriu do thotë në çdo pozitë ka ku ta dha kontributin e tij. Sepse Islami, mos hyj ndoshta edhe unë në qerim këtu, por për shkak se jemi në bashkë bisedim këtë aspekt, dhe pastaj do të hym temës. Është si do ta kishe elaboruar në fjalë shkurtë ose këtë se Islami vërtet do ka lidhje me çdo fushë jetës. Edhe kur njeriu hyn në Islam, në fakt po lidhet me çdo aspekt të jetës. Me aspektin financiar për shkak se po duhet me dhënë zakatin. Lidhje vertikale për shkak se po duhet namazi, këto ngritje shpirtërore. Mas me sjelljet me njeriu që është tema e sontit, për shembull poeria, humanizmi e këto, do thotë një për tyre është edhe Ramazani. Ku mund ta gjej njeriu veten tjetër ku jashtë Islamit për shembull? Është një si ta them tash. Unë po lexoja librin e Tolstojt për Muhamedit alayhis salatu wassalam që ka shkruar, edhe më vinte për të qeshur në kuptimin e fjalës, sepse ai tërë jetën ja kushtoi letërsisë dhe shkrimeve dhe ishte një gjigant i letërsisë botërore. Edhe u mundu ta gjej vetveten në vende të ndryshme. U mundu ta gjej veten në krishterizëm, budizëm, gjitha llojet e të ashtu quajtura fe. Dhe si përfundim e gjeti vetveten tek besimi një Zot, tek feja islame. Sepse ne dimi shumë mirë rastin e Ibrahimit, po kalojmë tek ana e imanijatit, pra besimit në Islam. Kur i nxori ata tha shifni diellin
Po, tha, përëndoj dili. Ky koka zoti si po përëndoj ka? Jo. A shif një hanën, a shif një qilën, a shif një dritën, a shif një këto, dhe më thonë shumë planete gjana tila, po përëndoj kanë, po marrë kanë fund. A e shef filon idhulli që është adhuru, për shembull Hyu Bal që është adhuru në kuhën e Iljasit, në kuhën e pejgamberve, në kuhën e Muhamedit paraores Muhamedit alayhis salatu wassalam, që janë adhuru idhujt që do ta keni shpejt në librin tim Islamin Fokus, që është studime dhe analiza shpejt inshallah do të dal nga shtypi me lejet Zotit. Bile tregova tash këtu drejt për drejt në radio. Është libri më i ri, ka tema të mrekullueshme islame, studime ndryshme që kam bërë gjatë universitetit dhe gjatë studimeve time të masterit. Dhe aty treguohet qartë, domethënë se si kanë adhuru Latin, Uzajn, Hubelin, kanë pas një krah domethënë të Dukatit, e kanë janë mundu pra me gjetë vetveten në zota të rrejshëm. Pra janë mundu me gjetë vetveten në ideale të rrejshme. Apo komunistat u mundun me gjetë vetveten te Marxit, te Kapitali, te Enverit, te Stalinit, te Leninit, te ky tjetri, edhe atyne ju erdhi fundi, pra erdhi kapitullun. Pra, fillon kjo, fillon ideologji, siç e përmendet ideologjit, pra. U mundun me gjetë veten aty, por si përfundim gjithë morën fund. Pra, është një shembull shumë i qartë, vëlla. Për shembull, miliona herë ditë thuhet ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Në miliona herë ditë në botë thuhet ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ku janë? Pse nuk thuhet ashhadu anna Ebu Jehel apo Ebu Leheb apo tjerë, apo Faraon apo Enver apo Stalin apo Lenina? Pse nuk thuhet? Pra i harroj koha ata, i harroj historia në atë kuptimin e fjalës. Pra, me të njerëzit më të këqi dhe më të errët në historinë e njerëzimit. Pse? Se veprat e tyre dëshmuan një gjatë tillë. Sepse u mundun me sjell diçka për njerëzit çka nuk është njerëzore, pra çka nuk është humane. Po dolim te tema jona, bujaria dhe humanizmi. Pra sollën diçka që nuk ishte humane, pra nuk ishte njerëzore. Komunizmi si komunizëm synoi me nxjerr mbi gjitha gjërat, me nxjerr njeriu. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala as-safilin. Pra ne Allahu thot, po tregon për vlerën e njeriu. Po treguohet këtu vlera e njeriu. Mirë, po këta njerëz nuk treguan vlerë. Pse nuk treguan vlerë? Sepse lypen kënaqësinë e tyre në diçka që nuk është islame. Pra lypen kënaqësinë e tyre në filozofi të humbura. Pra lypen kënaqësinë e tyre në një gjë që nuk, siç thot Umeri radiallahu anhu, thot, na ka bë Allahu krenar me këtë islam, na ka ngrit shumë nalt. Nëse kërkojmë diçka tjetër jashtë këtij islami, Allahu ka më na poshnu. Pra Allahu do të na poshtroj. Dhe po dalim pikërisht tek ajo pikë. Sepse këta njerëz, sepse në islam ne e dim shumë mirë se janë 3 lloj shpirtash. Islam është 3 lloj shpirtrash njerëzor janë. Shpirti i cili është i bindur Allahu xhaleshanehu, shpirti besimtarit. Shpirti numër 2 është shpirti që është i trazuar, domethënë është i lëkundshëm. Domethënë është i lëkundshëm. Dhe shpirti i tretë është shpirti keq. Zotëruna, që vetëm mendon me bë keq, me eliminu tjetrin për karrike, me vrar tjetrin për karrike. Ju e dini në Shqipëri tash kohët e fundit, un jam apolitik, po hym pak te këto sekuenca. Për shembull, a keni pa kohët e fundit liderët e partive të ndryshme? Vetëm shajnë njëri tjetrin. A thu vallë, si ka mundësi që këta njerëz mbi parimin e sharjes dhe ofendimit ngriten lart? Kur dihet se pejgamberi alayhis salatu wassalam kur nuk ju ka nejë pe gojës ti ka shan dhe ka ofendon tjetrin. Edhe Ebu Xhehlin, Ebu Lehebin, ata nuk ka thon, nuk i ka shoh kur pra. Veç ka thon Zot fali ata nuk din. Sikur tha Isa alayhis salam. Tha Zot fali ata nuk din. Thon ne duhet bëjmë dua edhe për
për armiqt e jo më për miqt. Pra duhet bëjmë dua edhe për ata që na urrejnë. Me bëjmë dua për ta me thonë Zot, kthej pe kible, udhëzoj, sepse ju dini shumë mirë që ka pas për atyre njerëzve që janë kanë shumë humje të madhe, janë kthyer në Islam. Për shembull, Ebu Sufjani. Ju e dini kush ka qenë Ebu Sufjani? Ebu Sufjani ka qenë prej kryesorëve i dhujtarëve të Mekës. Edhe e thurnin lavdë dhe poezi për Ebu Sufjanin. Këto gjona i gjonin librin tim Islamin Fokus. Shpejt do të dalin, inshallah do t'ju dërgojnë ndaj kopje me emrin e Zotit edhe juve atje në Londër. Do thot aty i thunin lavdë Ebu Sufjanit. O Ebu Sufjan, o i madhi, o i lartë madhnishmi. Astagfirullah. Pra, si ka mundësi që ky është një njeri, po qasja ishte gabume, direkcioni gabum. Metoda e punës e gabume, ka deflehe me zeke, o ka dëkhaba me ndese, pra ka shpëtuaj që pastroj vetë vetën, është rënuaj që e zhyti vetën, e zhyti vetën në gjanat gabume. 360 idhuj adhëroshen, 360 idhuj, puta, statuja. Me të vërtet një katrahur e madhe, sukur sot, shekullin 21, për shembull, adhurohet statuja Hynesha në Frën, Hynesha Prishtinës, për i thunë. E adhurojnë e kanë bo simbol të trashëgimisë kulturore, po flasin për gjëra bashkohore, shirk bashkohor. Wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an. Ky njeri ky insan kaq i pamend. Në shekullit 21 me bën shirk bashkohor nuk kom pa ndonjëherë pra. Ndoshta është e falshme për kohërat e atëhershme sepse s'ka pas teknologji. S'ka pas ndoshta shumë sa çka sot. Sot ki teknologji të hatashme, ki libra, ki mund ta shpanajeri libret që ishte në Prishtinë dhe vazhdon të jetë. Për shembull, kishte libra Islam, deti vallahi. Edhe njëri kalojshin për skejt, pra ju ka ardhur vërteta njerëzve. Rren ai, gënjen ai. Është gënjeshtar i madh ai njeri që thotë jo nuk më ka ardhur vërteta. Jo të ka ardhur përmes lajmtarëve, përmes imamllarëve, përmes radiove, përmes shumë informacioneve ndryshme, po ti nuk je human, nuk je njerëzor. Pse? Sepse njerëzoria e pranon kritikën dhe këshillën. Dhe mira i musliman që kritikohet për mirë dhe nuk e pranon kritikën. Dhe unë du të hyj pra direkt ligjërat, sepse ndoshta u zgjatëm pak në bashk bisedim, por ne do të filloj pak me ligjëratën, ndoshta 5-6 minuta, pastaj do të kalojmë një pauzë shkurtër, të vazhdojmë prapë ligjëratën, edhe ndoshta mund të na vijë një pyetje në adresë të radios. Para se të fillosh, kujt një gjë ishte para 2 vite, ka marrë pjesë në një lloj daveti me një grup vëllezërish nga Turqia, ku dolën në një park këtu në Londër që quhet Hyde Park. Edhe shpërndanin trëndafila. Tash në trëndafila këtu me një kartë të vogël dhe me një kodel kështu të kuq, ishte i lidhur një hadith i Muhamedit alayhis salam që thoshte më i miri ndër jush është ai i cili është i mirë për njerëzimin. Shumë e vërtetë. Dhe në vërtet kur e lexon këtë njerëz ju lënë mbresa të mëdha. Do të thoshin në vërtet është një thënie shumë e bukur. Po ju lënë përshtypje edhe ajo paraqitja, sepse ishin të veshur këtu me shatë bardha, me kollare dhe me këto që shtojnë nga Shqipëria atje. Po. Setër dhe pantallona kështu. Do thotë një paraqitje, ishte një paraqitje e posaçme. Jo vetëm çfarë do të rroba ashtu, por ishte një uniformë. Që gjithë ishin të veshur në atë uniformë ashtu. Edhe bënin durimin e trëndafilave, se në vërtet që linte një përshtypje të jashtëzakonshme, sidomos kur qëllohen për shembull çifta.
Atëherë ju dhuronim nga një trëndafil, por edhe përfundi i trëndafilet aty e lexonin dhe ata vetë lexonin. Po kush i ka thënë se i thëshin këtë ka thënë autori i kësaj fjale është Muhamedi alayhis salam. Dhe kanë ndodhur në shumë raste kur edhe ju muslimanët kanë thënë paqja e Zotit qoftë mbi ta. Ja pra dhe vetë kjo se si para një ka të shihiteve Muhamedi alayhis salam thirrin në humanizëm, në mirësi ndaj njerëzve. Dhe këtë desha të përdoj të pra temën tonë sonte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, udhëzuesi ynë është Allahu xhallashanuhu. Paqja qoftë mbi Muhamedit të dashurin fesnikin sallallahu taala alaihi wasallam. Pra ligjërata jonë e sotme siç e treguam dhe bashkë biseduam dhe me Allahun shpëtimin, është bujaria dhe humanizmi në Islam. Vëllezër besimtar, ta keni një gjë shumë të qartë, se Islami nuk është me ulurima, me bërtima. Islami duhet më thirr ashtu siç na ka mësuar i dërguari i Zotit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mi u fol njerëzve me urtësi, me butësi, siç na thot dhe Allahu në Kur'anin famlart. Dhe siç na mësoi Allahu në Kur'an përmes Musait dhe Harunit. Shkoni folni faraonit, njeriu më të keq rrezullën toksor, shkoni folni atij me fjalë buta të qeta. Thirrni atij me butësi, se Islami dhe thirrja dhe daveti duhet të jetë me butësi. Pastaj, thirrja jote islame duhet të jetë pra njerëzore spari, humane spari. Unë kam pasur rastin shkoj një xhami. Elhamdulillah që jam musliman. Falenderoj Zotin Suprem. Kom hyrë brenda des xhamis dhe subhanallah. Çfarë reagimes, çfarë pritje, edhe pse isha musafir, saqë më tha djalo ku po shkon? Dilk nëna, hina nëna. Bërë një sjellje naive, katastrofike, sa më dhani ma shumë keq. Ti shakon dikush tjetër, po alhamdulillah që e një Islamin dhe i një muslimat. Pra, kujdes o vllazni, o njerëz, o pleq, o të ri. Si ka mundësi hyra në saf par xhamis, një plak, po quhet, po më thot, djalo ku po shkon? Vend boll në xhami kish, isha një vend, një xhami, nuk duhet të kallëzojmë çfarë shtetin, çfarë vendi, pa rëndësi ka. Tha ku po shkon? Isha musafir. Thash, a xho, mi xho. Jam musafir. E para, e dyta thash jam imam, kam kry. Imam lëk për këtë punë. Kam marrë musafir me taku imamin e kësaj xhamie. Pastaj u penu, por ishte vonë, sepse sjellja e tij më tha një imam shumë të keq. Tham fal biro, se nuk e dita. Pra, Islami duhet me respektu, muslimani duhet me respektu musafirin. Ato që nuk e nje kujdes, edhe ato që e nje kujdes me fjallë, sepse fjalla ja thënë zemrën një muslimani, ose një besimtari, ose një njeriu të thjeshtë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk keni besu, vallahi nuk keni besu derisa nuk doni për vllahun e juaj atë që doni për vete. Nuk keni besu derisa nuk doni për vllahun e juaj atë që doni për vete. Edhe ti ki qef me morë se vapin e safit të parë vllai dashur, edhe ti i vjetër, edhe ti i ri, jo po thot dikush, jetë vjetër do të me dalë saft parë. Jo Allah, nuk ka mosh Islami.
Islami s'ka mosh. Islami është për gjitha moshat. Normal, safi i parë, vjetër, unë kam respekt për të vjetrit. Edhe ne duhet kemi respekt për matë më shumit, por duhet kemi respekt në gjitha për musafirin, me nderu, pastaj me dit, mu sjell me një gjuhë të pastër, jo mu shtyn xhamin. Allahu na lut. Dhe virtyti i lartë, bujaria. Pra bujaria është një virtyt i lartë. Është një virtyt, është privosh nga diçka për t'ia dhënë dikujt tjetër. Këtë virtyt do ta pasurojmë me shembull nga historia islame, duke filluar me shembullin më të lartë. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Shembullin më të lartë e kemi te pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam. Në një natë ftohtë dimni një grua nga banorët e Medinës kishte thurur një rrobë dhe ja çoi pejgamberit alayhi salatu wassalam që ta vesh për ta mbajtur ngrohtë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam u gëzua shumë dhe veshi. Një nga shokët e tij tha: "Sa e mirë që ka i dërguar i Allahut. A ma jep mua?" Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha duke qeshur: "Po." E hoqi dhe ja dha. Shokët e tjerë u revoltuan nga veprimi i tij dhe i than: "Si nuk të erdhi turp?" Pejgamberi alayhi salatu wassalam kishte më shumë nevojë vetë për të se sa ty. Por ai u aktheu: "Unë jam më nevojtar për këtë rrobë, pasi dua ta bëj qefin kur të vdes." Gjatë gjithë viteve të shpalljes pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe muslimanët e tjerë jetuan në kushte të vështira ekonomike. Shpesh vendosnin nga një gur në bark, nga që nuk kishin ngrënë ushqim për ditë me radhë. Pasi u shlirua Meka dhe Hajberi dhe filluan fitoret e muslimanëve, e merrnin shumë plashk lufte. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e shpërndante të gjithë plashkën. Pra ky ishte Resulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, i cili ishte shumë human, sa që jepte edhe rrobën e trupit të tij për tjetrin, kujdesej për tjetrin. Pra kujdesër për vllahun e vet musliman, për shokun e tij në bashkëpunëtimin e tij. Tjetra, besimtar ndershëm, respekti, bujaria dhe humanizmi duhet jetë sine qua non, pa cilën s'bën hiç, duhet jetë tek një musliman. Duhet ju tregoj një histori dhe inshallah do të shkojmë pauzë. Por është një histori që të merrni mësim prej saj. Një djalë i ri kish vendos mu martu. Dhe shkon te një haxhi, te një musliman, te një familjar dhe i kërkon gocën e tij, çikin e tij për nuse. I thot djalo, i thot do të menona pak, edhe do ta jap përgjigjen veç dush me prit. I thot ky djali besimtar, i thot në rregull, thot më jep përgjigjen. Kur vjen ty pra që të pije këtë ty puna? Ky besimtari e çon djalin e tij pra, e çon edhe i thot këtij besimtarit që kish kërku çiken apo motrën e këtij djalit që vjen dhe i thot këtij, i thot djalo, baba më ka thonë kështu me t'i përcjell këto fjalë. Unë çiken ta jap ty nëse ti ma jep këtë botë me tën pasurit çka ka kjo botë. I thot ky djalosh, i thot mirë, thot apo mblen edhe mu të menona se unë jam i varfër edhe nuk kam mundësi, thot po lem të menona pak edhe inshallah don Allahu bën një zgjidhje. Ky djali ç'a vendos? Vendos të konsultohet me një dietar islam të asaj kohe. Dhe i thot këtij dietarit islam, kështu kam shku te një musliman, te një besimtar i vërtet, dhe më ka thonë nëse don çiken teme për nuse, dosh me apru këtë botë me tën çka ka në shtëpi teme, ndash me marr këtë vajzën teme për nuse. I thot ky dietar islam, në rregull, thot merr një Kur'an, edhe çoj ati, nëse është besimtar i vërtet, nëse është besimtar i vërtet, nuk ka me të refuzu. Edhe thuj, merre pra Kur'anin, shko drejtoj ati, edhe merre këtë Kur'an e jepja. Shkon ky besimtar, ky djalosh besimtar edhe thot, o mik, po du me të zanë pra mik, i thot, merre që të Kur'an, thot, se nëse je pra te muslimanve,
unë ta kom pru këtë botë me ton pasurit që ka, por edhe botën tjetër. 2 botë ti kom pru. Ja dha Kur'anin këtij besimtari dhe i tha për hajt koftë që i ka e me. Se ti ko ke besimtari vërtet, se vesh deshta me të pravu, se sa ki dashuri ndaj Kur'anit, dhe sa ti je humanist, pra sa je ti njerëzor, në sjelljen ndaj meje, e para, provën ndaj meje, e dyta, sa je ti bujar, sa je ti dhënës, dhe bujaria jote që ka aq e madhe, aq madhështore, sa ti mbdhe fjalën e Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanuhu, e cila është pasuria më e madhe e kësaj dunjaje dhe platformë dhe zgjidhje edhe për botën e përtejme. Kjo është vllazën Islami jo. Duke falendëruar Allahun xhalla xhelaluhu ve xhalla shanuhu, pas një pauze të shkurtër takohemi sërish. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.